Partia Demokratike pritet të mbyllë këtë ditë bisedimet me partitë opozitare për gjetur një kandidat të përbashkët në betejën për Bashkinë e Tiranës. Ndër emrat e diskutuar deri më tani në takimet mes PD-s dhe partive opozitare janë Florian Haçkaj, themeluesi i shoqatës Diaspora për Shqipërinë e Lirë, Edlira Çepani, aktiviste për të drejtat e njerëzit dhe politologu Ermal Hasimja. Megjithatë, këta nuk janë të vetmit kandidatë, por ime pranë Partisë Demokratike, që është partia më e madhe e opozitës, bëjnë me dije se po shqyrtohen disa emra të tjerë. Duke se deri më tani, Partia Demokratike ka rritur konsensus në parim për te aleatëve tradicional edhe me Partinë Mundësia. Kemi dakordsuar për faktin që do duhet gjejmë kandidaturë që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë qytetarët e Tiranës që të gjitha forcat politike kanë një lloj konsensusi për dalë me një emër i cili mundet përballet në garën në ditën më të parë me Ogerta Manastirliun, me kandidaten që simbolizon Covidin dhe vdekjen në kryeqytet dhe në mbar vendin dhe ta mposhim. Dhe ne jemi shumë të lumtur që Partia Demokratike është afër këtij parimi. Pra që janë dakord që të respektohet propozimi jon që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët, të unifikojë opozitën në garën. Por duke se koha nuk është në favor të Partisë Demokratike dhe opozitës, nëse presidenti i Republikës dekreton brenda këtyre orëve datën e zgjedhjeve të pjesshme për 6 bashkitë e vendit, atëherë pritet që brenda javës Partia Demokratike të mbledh forumet, të shqyrtojë kandidatët, të diskutojë ata me aleatët e të nisë fushatën elektorale.